Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ishte të martën në Universitetin e Qrem Qabej në Gjirokastër i ftuar në forumin për edukimin dhe qeverisjen rajonale. Në bashkëbisedim me studentët, drejtuesi i SPAK theksoi se roli i prokurorisë së posaçme ka ndihmuar Shqipërinë ta përmirësojë rezultatin me 5 pikë në indeksin global të korrupsionit të Transparency International. Dumani ka theksuar se në vetëm 6 vite SPAK ka arritur të zbatojë në praktik parimin se askush nuk është mbi ligjin. Roli i SPAK ka ndihmuar Shqipërinë të përmirësojë rezultatin e saj me 5 pikë në indeksin global të korrupsionit për vitin 2024 të Transparency International. Në vetëm 6 vite funksionim, SPAK ka arritur të zbatojë në praktik parimin se askush nuk është mbi ligjin. Janë ngritur akuza të rëndësishme ndaj zyrtarëve të lartë publik, ish president, ish kryeministra, ish ministra, deputet, gjyqtar dhe prokuror, duke treguar se drejtësia nuk është selektive, por e barabartë për të gjithë. Gjatë takimit me studentët, drejtuesi i SPAK ka folur edhe për rëndësinë e reformës në drejtësi. Ai tha se qëllimi i kësaj reforme është rritja e pavarësisë së sistemit të drejtësisë nga ndikimi politik. Takimet me studentët na japin energji dhe na kthejnë pas në kohë, kur ëndrat tona ishin më të mëdha se ne. Aktualisht dua t'ju nxis që të përkushtoheni për t'i realizuar ato në dobin tuaj dhe në shërbim të vendit ton. Reforma në drejtësi e mbështetur dhe e koordinuar edhe me partnerët tanë ndërkombëtar u realizua përmes ndryshimeve thelbësore kushtetuese, ligjore dhe institucionale. Qëllimi i kësaj reforme është rritja e pavarësisë të sistemit, veçanërisht nga ndikimi politik dhe çlirimi i tij nga korrupsioni dhe paaftësia. Altin Dumani theksoi se prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka fituar besimin e publikut, një ndër elementet më të rëndësishëm të funksionimit të drejtësisë.